Komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu ka reaguar për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut. Ai thotë se Papa vlerësoi shumë dialogun ndërfetar, Shqipërinë si dhe komunitetin musliman shqiptar. Sot u nda nga jeta një pap që e deshi shumë dialogun ndërfetar, e deshi shumë vendin tonë dhe vlerësoi veçanërisht komunitetin musliman të Shqipërisë për rolin që luan në shoqërinë shqiptare. Kam patur nderin e veçantë të jem kryetari i parë në historinë e komunitetit musliman të Shqipërisë, që kam patur për një audiencë të posaçme me ftesë të tij me Papa Franceskun. Takimi që u zhvillua me 6 maj 2022 në takimin kokë me kokë me Papa Franceskun, takimi i cili zgjati për më shumë se 30 minuta. Patëm një diskutim të gjerë nga i cili përveç të tjerash kuptova rëndësinë që ai kushtonte dialogut dhe vlerësimit të lartë që kishte për Shqipërinë e për rolin e komunitetit musliman. Sot bota nuk ka humbur vetëm një pap, por edhe një kryetar shteti e lider fetar që punoi shumë për paqe mes besimeve e për një botë më të qetë të patrazuar. Unë dhe komuniteti musliman kemi humbur gjithashtu një mik. I shpreh ngushëllimet e mia bashkëpunëtorëve të tij të komunitetit katolik në Shqipëri dhe shtetit të